Profesor, shumë faleminderit për kohën, mirë se erdhen në Balkan Update, është gjithmonë kënaqësi që të kam në këto biseda. Do doja në fakt ta nisnim së bashku komunikimin me garën që po bëhet apo vërsuljen në thonjzat të subjekteve politike përballë votave të diasporës. Pse janë kaq të rëndësishme votat e diasporës? Po, unë mendoj në radhë parë, unë do të përgjigjesh shumë drejt për ju. Mendoj që partitë politike nuk kanë asgjë kundër diasporës, mendoj se disa analistë, disa vëzhgues të zhvillimeve politike nga njerë me dashje ose pa dashje kanë bërë, si thush, pak sarkazëm ose ironi me diasporën, për një gjë duhet të harrojmë se kjo është gabim, për shkak se historikisht edhe Shqipëria edhe Kosova kanë një rrugë të veçantë në relacion me diasporën, sepse ka qenë diaspora ajo që gjithherë ka qenë katalizator i proceseve shtetëformuese. Edhe në Kosovë diaspora ka një peshë të madhe politike, ekonomike. Prandaj unë mendoj që duhet të jemi të kujdesshëm dhe në fundit ata janë fati jonë, janë krenaria jonë dhe mbi gjitha janë gjysma jonë. Ata janë fotografia, imazhi i Kosovës. Çdo familje ka të afër me ta. Prandaj është artificiale të ndërtohet një mur mes nesh dhe diasporës. Unë mendoj që është krejt e pa nevojshme shikohet diaspora si... Jo, profesor, nuk po thoja këtë. Pa diskutim, diaspora, emigrantët në Kosovë kanë dhënë shumë edhe në aspektin ekonomik të vendit, po mendoj dhe po shoh nga lëvizjet politike dhe akuzat që palët po i hedhin njëra tjetrës që po përdoren votat e diasporës në këtë përpara fushat, përpara zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Dhe pyetja është, a janë këto vota kaq mjaftueshëm dhe kaq konsiderueshme për të sjellë ndoshta një ndryshim të rezultatet dhe për të përcaktuar në fund fituesin? Po, dështë pyetja tani është më e qartë, ju keni të drejtë, sepse diku në vitet 90-ta dominancën në diaspore ka pas LDK-ja, pastaj diku në kohën e luftës kaloi te UÇK-ja, respektivisht më vonë te PDP-ja, ndërkohë te lëvizjeve të vendosja, dhe së fundi ka një tendencë të LDK-s për ta rikthy elektoratin e vjetër diasporë. Dhe mbase LDK-ja po konsideron që rivalin kryesor për votat e diasporës mund ta ketë LDK, në base për këtë arsye e ka shigjetuar lidhjen demokratike të Kosovës. Po, nga krau tjetër, zgjedhjet e parakoshme janë shumë afër, 28 dhjetori, edhe pse periudhë festash, është aty partitë politike ditë pas dite po prezantojnë figurat e reja që po aderojnë në subjektet e tyre, po ideja është sa ka ndryshuar qasja e qytetarëve votuesve të Kosovës, duke pasur parasysh që ata kaluan edhe një fazë të gjatë ngërçi politik që solli edhe një blokadë ekonomike që preku drejt për drejt edhe xhepat e tyre, që po themi preku edhe fondet që vinë nga plani i rritjes i Bashkimit Evropian. Pra sa ka ndikuar i gjithë kjo periudhë për ta bërë ndoshta qytetarin e Kosovës me drejt votet të reflektojë për ta peshuar mirat votën që do të hedhin kutinë e votimit? Habi, unë do t'i përgjigjem pyetjes tënde në dy plane. Po. E para, aderimet që po vinë në parti në qendër, unë mendoj që partitë politike nëse kanë seriozisht, domethënë të mobilizojnë masën, të mobilizojnë emra me kredibilitet, unë mendoj që pas në qendër duhet ta hapin derën sinqerisht, seriozisht duhet ta hapin edhe në përdek. Dhe t'i freskojnë kandidatët e listat e kandidatëve për deputet edhe në nivel të bashkive ose si themi ne në nivel të komunave. Po. Në këtë plan, sa është ngërçi politik ka ndikuar, ka është në dëmbarit shumë, sa ka arritë opozita që ka përcjell narrativën e vetë të votuesit. Përshtypja ime e parë është që opozita akoma nuk ka arritë të ndërtoj një narrativ të madh, një narrativ të besueshme, edhe pse dorë në zemër vendimet e gjykatës kushtetuese kanë qenë në favor të opozitës. Përkundër saj, mezëshme ka qenë lëvizja të vendosjes duke bërë me gjithë që blokada ishte rezultati i qëndrimit të opozitës. Ndërkohë gjykata kushtetuese
ka thënë që ishte BV-ja dhe ngërçi që u krijua ishte jo kushtetues. Po, narrativa e opozitës kam përshtypjen nuk ka qenë shumë e fortë, nuk ka qenë shumë bindse, nuk ka qenë shumë e zëshme. Dhe tani mbetet të shihet në votimet që do të bëhet në 28, do të shihet sa kanë arritë, sepse në fundit nuk mjafton vetëm me pas të drejtë. Unë mendoj që betejë do të fitoj ai që di të artikuloj më mirë, ai që di të ndërtoj një komunikim me qytetarët më të mirë dhe që do jetë më aktiv në kauzën e tij. Dhe unë mendoj që kauza ka pas mjaft. Unë po përdori një dy. Banka Botërore ka thënë që emigracioni është masiv për Kosovës, për Maqedonisë dhe Shqipërisë. Opozita se ka përdorur asgjë. Në të kaluarën vetëvendosja e materializonte. Konferenca shtypa në akuzat, duke thënë që Kosova po zbardhej. Një tjetër raport ka qenë i ICG-s, të thotë që administrata publike ka tërheqësi politike. Tash, opozita ti nuk e ka pa, domethënë me një konferencë ose me të dhëna që flet për digasterë caktuar, që kaq persona e larguar si këtu, dhe aja ka kaluar i raport, por ka ikë në heshtje. Domethënë të gjitha këtu. Pastaj kemi problemin e rrymës, ngritjen e çmimeve dhe në këso situata vetëvendosja dinte të ishte shumë agresive, dinte të ishte në protesta, në konferenca shtypi, në Profesor, unë tani kam një pyetje të drejtë për drejtë. Narrative për militantët, sepse në fundit partitë politike narrativën që e prodhojnë, nuk e prodhojnë vetëm për vetvete, për qëllimin e vet, po e prodhojnë për simpatizantit e tyre për të mobilizuar në nivel vendi. Kam një pyetje të drejtë për drejtë. Në këtë situatë, kur vetëvendosja ka një nivel të lartë të qëndrimeve të saj publike politike, nga krau tjetër si pas analizës tuaj, opozita nuk ka shfrytzuar mirë argumente das qëndrimet e gjykatës kushtetuese për të ngritur një frym që do të sillte arrëzimin e pushtetit. Sa gjasa ka që zgjedhjet e parakoshme të përgjithshme të 28 dhjetorit të sjellin dhe të prodhojnë të njëjtin rezultat që do ta çonte më pas vendin përsëri në krizë si në zgjedhjet e kaluara të 9 shkurtit? Po, është pak e pabesueshme që të ketë ndryshim radikal. Por unë mendoj që radikalizmi ose situata më ndryshe krijohet vetëm nëse për shembull lëvizja vetëvendosja humb 2-3 deputet, ose nëse fiton 2-3 deputet. Nëse vetëvendosja arrin të krijojë 50 deputet, jo 50% të votave, po 50 atëherë ka, paraforcisht i ka 10 deputet të pakicave jo serbe, atëherë shanset për ta kriju qeverinë më të kollajshme, do t'i ketë numra. Jo sikur kësaj radhe që nuk i kishte numra. Unë pres që vetëvendosja të jetë agresive, po duket që është agresive, që thotë na jepni më shumë vota, na jepni më shumë besim se opozita po na pengon. Kjo nuk është e krejtë saktë. Po në fakt, derisa opozita nuk po arrin ta materializojë vendimin e gjykatës kushtetuese, saqë nganjëherë krijohet përshtypja sikur vendimet e gjykatës kushtetuese pas kanë qenë në favor të VV-s, atëherë domethënë ka mundësi që VV-ja të merr më shumë vota. Dhe nëse merr 2-3 deputet më shumë, atëherë kjo pastaj prodhon probleme edhe në nivel partive politike. Sepse atëherë mund të ketë plasaritje edhe në dinën demokratisë të Kosovës, dhe kjo pastaj do të krijojë komoditet Albin Kurti. Nëse Albin Kurti humb 3-4 deputet, atëherë do të jetë vështirë për ta krijuar qeverinë dhe për të zgjedhur kryeministër. Profesor, ju falenderoj shumë për kohën dhe analizën tuaj. Ju përshëndes nga Tirana. Faleminderit, kënaqësi që ishim bashkë.